Guten Tag, ihr großen und kleinen Kinder. Ich freue mich, dass ihr so schönes Wetter mit nach Schlosstouren gebracht habt. 3x3 is 17, haha, da lachen. Përshëndetje nga kuzhina e Erit, sot kam vendosur me bën një video veç për shefi për në Gjermani, Schlosstouren këtu me familje javlin të vini në këtë vend. Tepër të bukur që ju kënoqet shpirtit bashkë me u qetësu. Një herë paguni hynjen brenda edhe krejt çka shkoni në ato lodra, në ato vende, është edhe sikurse kopshti zoologjik I keni pra krejt me qatë shminë, se ja vlim me të vërtet me orë këtu bashkë me u knoq. E merr njëri ushqimin me vete, sepse ne shqiptarët, unë për vete gjithmonë e marr ushqimin me vete, sepse di çka ha edhe këtu nuk është normal, ushqimi shumë I mirë, çka kanë këtu, ne e përgatitim më mirë dhe marrim me vete. Veç merr në pra ushqimin me vete edhe hajdeni këtu me t'ju knoq shpirtin, nuk ju duhet shumë, naj do motë, naj qep naj pit. Ky vend gjendet pra në Heroldspa, edhe e shikoni, xhenet në këtë dynjë. Tepër është I mirë, sidomos me fëmijë, me orë, me familje, bashkë me u knoq. Si thjesht në hynje, spërkaten me ujt, vladitin. Sepse s'po e mirë, 32 gradë ma shumë sot. Si thjesht të e shepni tash, që e shikane, ujt, vladitin, më të thonë mirë se vene. Çfarë lisi vjetër, edhe nuk e prejnë. Veç shikane. Tek ne, veç përdru edhe u kry. Veç shikane çfarë bukurie. Në omën tjetër kanë krejt veshtën e rrushit. Shikone veshtën e rrushit, sa mirë I kanë mbjell. Sikur se në Kosovë. Në omën tjetër, për fëmijë me u knoq. Ta shpojna aty ku hina brenda. Këtu, sa bukur pirat këtu anijet, që knoqen si fëmija si të rritërit. Katë nish zoj me të knoq shpirti fëllad. Veç shikone. Të kemi anijet e piratëve. Aty kemi pushimvoren me u knoq me pushune se ja kemi në nxet. Edhe shkojna tek anijet e piratëve pra për fëmijë. Këtu e kanë si kurse teatër, e kanë me orë, caktume kur vinë ata edhe për fëmijë, fantazi. Në anën tjetër I kemi këtu shtëpijat, ose sa e mirë prallore me kusulkuqen, veç shikoni. Mundesh me zgjedh gjuhën që dëshiron, që ne e bëjna gjermanisht. Edhe shikoni kusulkuqen brenda. Veç shikone, edhe ndëgjone. Es war einmal ein junges Mädchen, Rotkäppchen, das sich auf den Weg machte, um seine Großmutter zu besuchen. Die Mutter hatte ihr sogar Wein und Kuchen mitgegeben. Im Wald traf es den Wolf, der sie zur Großmutter begleitete. Während Rotkäppchen noch ein paar Blumen pflücken wollte, lief der Wolf voraus und fraß die Großmutter auf. Krejt është shpjegimi I kësëllkuqes që shokon krejt. Und wartete auf Rotkäppchen. Për fëmijë fantazi. Fragte es, Shikon aty stufen poshtë, sa mirë. Da antwortete der Wolf, damit ich dich besser fressen kann und verschlang Krevati me ujkun. Daraufhin schnarchte er laut. Was der Krejt këto prallat që I kemi mësu si fëmijë, I kemi qëto që me shpjegim edhe me video. Shikone.
Edhe I molli këtu qetësohet se le mo fëmija. Es waren einmal Hänsel und Gretel, die sich im Wald verlaufen hatten. Çfarë shpjegimi? Nachdem sie schon eine Weile herumgeirrt waren, fanden sie ein Haus, ganz aus Brot und Kuchen. Sie hatten großen Hunger und so machten sie sich gleich daran, von dem Haus zu essen. Doch es gehörte einer bösen Hexe. Um zu prüfen, wie dick er schon sei, ließ sie ihn überraschen. Tjetra prom këtu. Die Bremer Stadtmusikanten. Es waren einmal ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn, die schon sehr alt waren und deshalb geschlachtet werden sollten. Edhe këtu vina të tjetra prom. Shikoni qingjat e vogël. Die 7 Geißlein. Es waren einmal 7 Geißlein, die allein zu Hause waren, als der böse, listige Wolf vorbeikam. Das erste Mal erkannten sie ihn an seinen schwarzen Pfoten und ließen ihn nicht Vlen me ardhë, une shtonja 3 herë në vetë mos me ardhë, s'fam që jem kom. Në vend bukur se që kë. Për fëmi, për të rritur, ladosht edhe çdo lojnë që kanë dëshirë këtu brenda mundën pra me përdorë. Sikur se lohoja ata që shifet të gjitha me radhë. Të tjetra. Dornröschen. Es war einmal ein Königspaar. Es wurde ein großes Fest gefeiert, zu dem 12 Feen kamen, die dem Kind alles Gute wünschten. Mandej këtu jënë shinjat e treni vjen këtu, është në orë caktume që shkon rreth kofsi zoologjik, një tren I hapur që I shif në të gjitha shtozë pra me sytë ju live, pa kon kështu I mbyllur. Tash vazhdojna tek kerët atje për fëmijë, është të rriturit muj, me hyrë këtu. Shifni, mandej është vendi ku vinë kaubojt. Gjoja e parë që në pëlqen mas shumë ti kaubojt me flaj, e kanë orën e caktume, e që kanë. Edhe, kënoq është I po. Hallo! Këto pra mund është me zgjedh, Lamborghini, Ferrari, çfarë dëshiron ti me fëmijë tu. Hajde, shkojna në anën tjetër. Tash hyna brenda të ai vendi I kaubojve që janë me kuar, sikur se në filmin Chuck Norris. Këtu pra, edhe këtu e kimet ko caktume, kur vinë ata live edhe I shofin të gjithë live. Ka restorante brenda edhe gjithë shka, veç pas ka nisë me na pritëm do. Edhe që tu kur të vini, kërejt e kanë me bo grillin, veç mishin e merni me vete. Vendet, postafat edhe ato gocat. E shikoni, pra ata arsye vi që tu se që I marë qoftet, qyftet, për ndryshe, ose që bopat vet. Edhe ki këtu ulset sa mirë krejt si në kohën e vjetër, plus atje pra e keni në anën tjetër, edhe krejt grillat, normal se ne I pastruj me parë, unë vetë I pastruj se që kanë pije këtu me parë, ose mundesh me muar edhe grillin tonë të vogël me veti. Qështë keni qef, pra bukën për ata tash me veti me muar me u knoq. Këtu është stacioni trenit pra, si shtash me parë, me prit trenin edhe me shku në kap zoologjik. Mandej, vina të këtë vendi me kurusëm. Sa dani mundeni me hyp, me shdrit, me u fresku.
Tash se në fillim me qatë qme me paguni edhe shikon. Tanë na mundë një bere në kohë caktume që kanë bazukën prej drejtora ose hapër. Këto pra I kemi luhajat, si shtash. Këtu janë gjitha llojet e zargjve, malit, hutave, papagallave, shqipunjave, karejt, janë kështu në vendet malore. Këtu janë devet, mashallah, po kanë do pushu si zoja. Kjo zoja të ka të fladi qëta. Në pos ma ofert pështynë si... Tu është parko për fëmijë të gjitha lodrat me u kënaqë. Edhe plus janë tavolinat që mundesh me pushu, me hongër drejkën, shembull nëse me vete, kënaqësh. Atje është trambolina, këtu janë lodra tjera, ato katë anësh ki lodra qardush. Këto mund tjetër janë këtu anijat, kënaqësh. Ura, edhe deri atje vazhdon duke shku në ur. Në qëtë parkun që të është shumë organizojnë pra dashma edhe I bojnë fotografit sepse është fantazi. Në të vërtet, nusët me vella, kështu që ja din vlerën çdo pjesë të tokës ta. Shikoni bashkë që të vendin që të vini bojnë fotot, sa mirë është.
koha e këtij gëzumit që të kënaqsh në këtë natyrë të bukur. Prej në fund, ju përshëndes përzemërsisht. Ja vlen të veni në këtë vend fantastik, natyre mrekullueshme, pamje të mrekullueshme, kënaqësi dhe qetësim shpirtëror për të gjithë. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqim recetave të mia e deri në videon e radhës nga kuzhina Neri të Them, mirë pofshim.